Elidon Aliti rikthehet fuqishëm në studion Bardazi. Faleminderit I dashur Po flas Elidon. me diellën, Po. Çoj dielës të falla thuaj si ça muaj I je thuaj. Është Taxanis. Edhe mos na bënoj trinjak edhe na e fut. Shiko, mendoj që është shumë spekulim kjo punë e diellës. Seriozisht, po flas me Anila Bishën ore, me të vërtetë. Anila Bishën e përqafot. Është Rudi, një profesor I dashur, mik I asociuar. Vjen Ilir Kodhima. Ilir Kodhima dje ishte në Filharmonikën e Berlinit, sot vjen këtu te studio Bardazi. Mendo ça niveli. Po, Që e kanë artistët. dhe rikthehet. Ka munguar shumë dhe për këtë do të ndëshkohet sot në emision. Patjetër. Ardiani Sufi. Ai konkuron për syze me Elidon Alitin dhe Ornella Gaçën. Kush I ka syzet më strendë? Konkurrojmë ne dhe fiton. Fiton? Po, patjetër. Është pa parë për syze. Mirë, ç'është kjo kryengritje që ka plasur? Kryengritje në pallat. Do me thënë, që ta them kështu, kryengritje në pallart. Në pallart. Po, Që ka bukur jo. Në pallart. Jo, kaq kujdes. Pallati I artit. Edhe një herë kujdes. Se mos na e marrin për keq. Uar. Po, edhe mirë. më ta marrim. Thoshe po ti 1190 këtë kur e filluam atje? Ç'keni, pse jeni E ju e rebeluar filluar, ju rebelat? Dhe ti në kupton që nga filloi Se jemi atje do rebeluar. bitiset. Atje do Unë jam në se mbështetje rebeluar. të rebelimit, nuk jam akoma. Ilir, çka ka ndodhur vlla? Pse janë zëmëruar artistët? Shiko, është një situatë kaq anormale që në vend që ne të merremi me artë, të bëjmë koncerte në skena, të shkojmë të I bëjmë atë që dim më mirë ne, rrim merremi me atë që s'duhet merremi fare ne. Po kush do të merret? Po duhet merren ata që drejtojnë institucionet, ata që përfaqësojnë ministrit, që I bëjnë ligjet, edhe që ndoshta do t'i bëjnë dhe më mirë her pas here, edhe që na vënë ne në këto situata që normalisht s'duhet merremi fare ne me këto situata, duhet merremi me artin, me studentët, Ti je kundra kërkesës së drejtës që ata duan tituj, duan ti je kundra kësaj se s'po e kuptoj tani. Unë jam një ndër ta që duhet ta marr titullin. Po. Akoma se ke marrë ti? Dhe thua pse ta bëj unë këtë gjë kur kjo gjë duhet ishte zgjidhur prej kohësh Kemi domethënë. ngel unë, Elidoni dhe Roja. Tjerët I kanë marrë. Dhe Roja, keni ngelur ke niveli Rojës për titull, ë? Pak më sipër. E kuptova. Tani për te humor. Është një situatë shumë e pa precedent për ne, kur shumë pedagog janë penguar në promovimin e tyre, në konfirmimin e titujve të tyre, dhe kemi mbetur mbrapa me titujt duke mos u konfirmuar dhe duke bërë një ngërç për institucionin tonë. Do të dim që Universiteti I Arteve do të ketë një numër të caktuar të pedagogëve, sepse nëse nuk ka një numër, një kuotë të caktuar të pedagogëve me titull, bie departamenti, bie fakulteti. Tani që ta kuptojnë njerëzit më thjesht. Tani pse ti do të marrësh titull shkencor kur ty s'të takon titulli shkencor? Unë nuk e dua titull shkencor si gjithë bota, por duke qenë që ne kemi një status të veçantë si Universitet I Arteve, ne titullin shkencor e kemi të paralel me titull. Po mirë, po sikur të thonë edhe doktorët që unë nuk dua të bëj punim shkencor, po nëse bëj operacione, do të marr titullin. Po jo, po se apo rekset për gjithë kjo. Mjeshtër, ata ri themi pak të lutem, po. Shiko, në bazë statusit veçantë që ka marrë Universiteti I Arteve, lejon. Gjithmonë status veçantë tonë juve. Edhe ankojeni. Po pritë burit dhe ç'kemi valla që e ka që kështu. Lej artistët flasin se ke një kryeministër që bën artistin edhe dëgjoni vetëm atë sa dëgjoni ne domethënë. Ta leni pak në bazë të statusit veçantë që ka sot posedon Universiteti I Arteve.